Hoxh, në ka një pyetje nga një motër e cila pak spitje, pak si gjatë, thot kunati im në është bë katolik, a muj me respektu, thot se buri im po thot me respektu. E unë s'du ta pranoj as në shtëpi as kurrë, sepse kur vjen e fyn pejgamberin i thot pedofil, stakfirullah. Se është shumë e gjatë pyetja, për afërsisht ç'kite ka dashur më thon. E para do fillojmë prej ka fundi për me fol për këtë temë, pasi që falënderojmë Allahun e Madhëshëm dhe lavdet dhe bekimet e dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është edukata e Islamit gjatë përgjigjeve fetare që më fillu me elhamdulillah dhe salavat për bekimet e Zotit me qenë ty. Secili njeri që ofendon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose trillon mbi të, ose shpif mbi të, ose etiketon me etiketime ofenduese, na duhet me urrejt ata. Ai njeri s'ka për ne respekt, as autoritet. Jo për shkak njerëzit që është njeri, po për shkak veprimeve të tjera që i bën denigruese, nënshmuese për një njeri që te na muslimanët është më i dashur se vetja jon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk është askush prej besimtarëve derisa nuk janë më i dashur tek ai se prindrit e tij, se fëmijët e tij dhe se këtë njerëzit në përgjithësi. Bile i thot Omerit radhiyallahu anhu, derisa nuk janë më i dashur te ti edhe se vetja jote. Edhe na muslimanët e urrejmë secili njeri që urren pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo shan atë apo ofendon atë apo trillon mbi të, kush do qoftë, edhe baba dhe nona jon në kon. Kështu që në këtë rast do të nuk ka kuni far respekti për këtë njeri. Hiç. Çështja tjetër, puna e fesë normalisht është për zgjedhje. Kush don me zgjedh Islamin është e zgjedh Islamin, kush don me zgjedh kufrin, me gjitha llojet e vetë e zgjedh kufrin. Por në sen na duhet të dimë të gjithë se fundi i kufrit është xhenem në ahiret. Në jetën e përhershme pas vdekjes është ferr, është xhenem, është zjarr, flak, djegje, pa kufi. Edhe shpërblimi i imanit, besimit, islamit është xhenet pa kufi. Edhe andaj neve duhet të na adhims, sepse nuk mund është një antar të familjes tonë me lon rahat ai me ndru fen e ti pas mos me këshillu, ose mos me thirr fe, ose mos me tregu pasojat e këqija që i ka. Se kjo ka mu reflektu të ai, tek familja e vet, tek ata që e ndjekin rrugën e tij. Fundi fundit, siç ka thënë Allahu i Madhëshëm, kul ja'al haqqu min rabbikum, thuaj erdhi e vërteta nga Zoti juaj, kush do të beson, kush do të mohon. Ajo puna është për zgjedhje. Islami nuk e imponot askujt të dhunshëm. Po ne e kemi për detyrë dhe obligim u fol njerëzve. Me tregu vlerat e Islamit, dobitën e Islamit, përfundimin e imanit. Edhe kundërta, damet e kufrit, damet e mosbesimit, pasojat që i ka largimi nga Islami. Ata njerëz domethënë që vdesin si jo musliman, siç ka përmendur Allahu i Madhëshëm, kanë mbet përgjithmonë në xhehenem. Kanë mundjek në xhehenem. Andaj na duhet në fol, me këshillu, nëse ata nuk shahin shejtrit tona, i respektojmë, i nderojmë, sepse siç ka ardhur në Kur'an, nuk është mëkat të sillen i mirë me ata që nuk janë fen tuaj, por nuk ju armiqsin juve. Nuk ju shohin juve, nuk shohin fen tuaj. Ama në momentin që ai prek shejtrit e Islamit, ne themi s'ka respekt për ty as nder. Del ka ke ardhur. E tani fatkeqësisht për shkak ignorancës më një anë, për shkak kompleksit të inferiorit në anën tjetër, për shkak frikës se mos po bëhet ndonjë skandal në arsyen tjetër, njerëzit i tolerojnë këto situata edhe i kapërcejnë. Ja valla, ai tash Arsenal Juventusi, ku e diun si marrë vesh të punë e futbollit, Barcelona Real Madridi. Ato i dhënon shanë nëse ja shanë ti Barcelona ose Realin kundërshtarëve. Lufta bëhet deri në gjak gjithë natë gjithë ditë u shoh, edhe kërkosh nuk e toleron tjetrin, kur vjen puna te shëndet e fesë hesht, s'ka më hesht. Unë a jam të çati diçka, jo, as ti s'ke më shoh. Mos më shoj pejgamberin. Normalisht sidomos, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është dashnia më e madhe edhe është pjesë e besimit tim. E këto gjëra do të më qenë qarta. Mi realisht na e shohim dy gjëra. E para, nuk janë shumë fatmirësisht njerëz të tillë, po ka njerëz që na provokojnë neve në gjëra më të ndihshme e pas të thënë ruan e qetësinë, po s'mund me qetësinë se i provokon vazhdimisht. Edhe e dyta, tek muslimanët janë disa njerëz të kompleksuar, që megjithatë shka si thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo Islamit, ata rinë ashtu, mos po bëhet ndaj skandal ose ndaj probleme. Ne të bëhet valla. Valla ne të bëhet. Nëse ai s'ka marrë, nëse ai s'ka turp, nëse ai s'ka logjik, nëse ai s'mendon, nëse ai provokon qëllimshëm, valla ne të bëhet skandal deri në çash. Ishte senal më këtu. E kjo është përgjigjja jonë për këtë, domethënë, besimtare që
ajo do të e para domethënë të bën dua që Allahu xhelal t'i udhëzon ata, të bën dua që Allahu të udhëzon edhe burrin e vet, që të ketë qëndrime më burnore ka shi këtij fenomenit, tjerë që nuk ofendojnë, mirë se vinë, nuk ka problem, i respektojmë, i ndërrojmë nëse janë familjes tonë, sepse ne kemi borxh mi respektu dhe mi ndëru të gjithë njerëzit, musliman dhe jo musliman, nëse ata nuk bëjnë gabime ndaj fesë tonë. Secili njeri që fol keq për dashurin tonë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk meriton as kokër respekti, as domethënë mirësjellje, as mirëseardhje, as shërbim, as kujdes. Se ai prek në njërën për gjërave më të shenjta në Islam. Ajo është respekti, dashnia dhe madhrimi i figurës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe secili njeri që e urren Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo fol keq për të, ai është jo besimtar, edhe është i urrejtur në dunjë dhe në ahiret. Në këtë botë dhe në jetën pas vdekjes. Dhe ne si besimtar e urrejmë secili njeri që urren pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E urrejmë secili njeri që shan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E urrejmë secili njeri i cili do të etiketon me etiketa të rënda ofenduese Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo qoftë ai. Edhe baba dhe nona nëse është. Sepse për ne besimtarët musliman, i dashur jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është më i dashur te na se baba dhe nona edhe vetja jon. Është interesant që këto thojza të konvertuarit në katolicizëm, nga islami në katolicizëm, ato kur s'kanë qenë musliman, shiko, sipas kësaj, në vend që me fol për na i thënje nga Jezus Krishti, na i thënje nga prifti, këto miren me pejgamberin, i thënë pedofil. Ato fe nuk e kanë pse janë të bindun se krishterizmi o fe e vërtet. Po të mlefin që kanë të islamit, e transferojnë domethënë në konvertim në krishterim. Edhe se njohin krishterimin. As nuk din me të tregu se çka është besimi krishter, e as me të bind ti se është fe e vërtet ajo. Ajo që thash ti shumë është e vërtet, se ai realisht në momentin që konvertohet, duhet më shëndru më një misionar në krishterim. Mirë po jo, ai vazhdon me të sha ty, me të ofendu ty, po kjo s'është të asmunësh me i bind njerëzit se ti e kitamon të i sha tjerë. Na muslimanët, përkundërzi kur domethënë e pranojmë islamin, fillojmë tjerë me tregu për vlerat e islamit. Nuk merremi me botkuptimet e tjerëve, merremi me vlerat që ka islami, edhe kështu duhet me vepruna vazhdimisht, edhe normalisht kjo tregon fiaskon e tyre intelektuale dhe akademike, dhe se ky konvertim është për inatit, është nga ignoranca, edhe është për interesa tjera, nuk ka lidhje as me besimin krishter, as me leximin e tyre, as me bindjen parimet që i ka krishterimi.